Aktivitetet në 113 vjetorin e pavarësisë në Vlorë kanë vijuar me koncertin e madh Shqipëria Feston në Vlorë, me pjesëmarrjen e rreth 300 festivalistëve nga grupe të ndryshme nga Vlora e Shqipëria, por edhe nga trevat shqiptare si Kosova, Maqedonia e Malizi. Njëkohësisht në sheshin para stadiumit u zhvillua edhe panairi kulinarisë dhe produkteve të artizanatit vlonjat, aty ku nuk munguan punime me motive shqiptare. Koncerti madh festiv solli vlerat më të mira të folklorit shqiptar me këngë dhe valle patriotike, ku nuk munguan edhe ardashës të shumt. Drejtori i koncertit, mjeshtri i madh Sejmen Gjokoli, e cilësoi këtë ditë si mjaft të rëndësishme për festimet e ditës së pavarësisë, ku nuk mungoi edhe ky koncert i madh, aty ku e gjithë Shqipëria feston në Vlorë, duke na kujtuar edhe pak nga festimet e 100 vjetorit të pavarësisë vite më parë. Më duhet të deklaroj me shumë kënaqësi që pas 100 vjetorit pavarësisë, ky është viti ku Vlora ka shpalosur një program shumë të pasur kulturor dhe artistik. Në miniatur për mua është një 100 vjetor, natyrisht atjera ishte tjetër kohë, tjetër emocione, por edhe këtë vit, si duket, angazhimi i bashkisë ishte shumë serios, një agjende ngjeshur programesh dhe mua më takoi që të menaxhoj pikërisht koncertin Shqiptaria Feston në Vlorë, e konceptuar kjo thash si një mini 100 vjetor me grupe nga gjitha trevat shqiptare. Ka ardhur grupe nga Shkupi, nga Gostivari, nga Ana Morava, nga Vitia, nga Rokova, nga Deçani, nga Ulqini, nga Dibra, grupet e Vlorës të angazhuara gjithashtu, dhe unë mund të them që parada e kostumeve, sidomos defileja që u realizua Skel Sheshi Flamurit dhe Sheshi Flamurit Skel ishte një mrekulli, dhe do të vlerësoja gjithashtu performancat që u realizuan në Sheshin e Flamurit, ku i gjithaj popull që kishte dalë për të përcjellë ceremoninë zyrtare të ngritjes Flamurit, asistoi apo pa me sytë e tij nga afër shpirtin e folkut shqiptar, një shpirt i cili është gjithmonë i gatshëm atëherë kur e kërkon dhe kur e organizon. Sheshi i mbushur edhe me prodhimet vendase në panairin e kulinarisë dhe artizanatit, që vjen pikërisht në një ditë të rëndësishme për shqiptarët, e nuk mungonin simbolet shqiptare. Çfarë prezanton sot? Nuk sot prezantohen nga verat më cilësore, si merlot i vetruar, chardonnay, shesh të bardhë autoktone që është i Kai thon, dhe muskat i vetruar. Ky është një panair kulinarie, sa i rëndësishme vjen në ditën e pavarësisë, ka shumë njerëz që shikojnë sa vlen. Kjo është goxha vlerë e madhe, sepse këtu janë vledhur nga gjithë trevat e Shqipërisë dhe plus edhe të ujë, dhe gjithë që më intereson dhe vlen goxha mirë, sepse prezantohet ky produkt. Është i certifikuar, i njohur dhe vazhdon të gjërat në Kai. Prezantoj punimet e mia të punuara me dorë, me shumë pasion, me shumë dëshirë, dhe mund të shikoni vetë, na tregon çdo gjë. Qytetarët të ardhur nga Kosova apo nga Malizi kanë ardhur? Po, kanë ardhur, edhe qytetarët të ardhur nga Kosova, por më shumë vlerës kanë qenë shqiptarë, trevat shqiptare. Unë prezantoj artin tim. Kam gjithë jetën që e bëj këtë punë, me këtë kam ushqyer fëmijët, u dash drejtim tani. Çfarë janë këto? Kryesisht në përgjithësi janë gjitha pikturat punuara me oravaj. Me përgjithësisht janë vetëm prezantimi i bregdetit Vlorës. Dhe motive shqiptare me zonë. Edhe motive pak, nga shumë, po. Kanë ardhur qytetarë, janë interesuar si? Shikoj që ka shumë interesim. Ne kemi dalë për të prezantuar punimet tona artizanale në kuadër të festës së pavarësisë dhe promovojmë edhe gjërat që ne prodhojmë. Çfarë gjëra të veçantë kanë këto? Atëherë produktet e mia janë të gjitha me dorë, në fushën e gjembisjes dhe të punimeve me grep. Teknika është teknikë e vjetër, por është e risjell në modele dhe në risi bashkëkohore. Po shkoj që ka shumë me motive kuqezi shqiptare. E pra është dita sot, është dita e pavarësisë, dita jonë, dita e flamurit, dita e gjëve e shqiptarëve. Vlora këtë 28 nëntor me aktivitete të shumta, ku veç ceremonisë zyrtare, qyteti u bë pjesë edhe eventeve të tjera të rëndësishme për këtë ditë.